rregullat do të më respektu për gjithë me qenë barabarta, për ndryshe cila është rëndësia. Edhe këto janë këto skandale, po na peshumi, domethënë çka po ndodh, është shqetësuese. Unë mendoj që ditët në VM kanë me ndolë gjona hala më të mëdha. Edhe Infantino nuk di sa do të mundet me mojt atë pozit, për menimin tim një shëndosh me dhoni dorëheqje morale. Momentin që dolin këto skandale, dolin këto gjona, çdosh me dhoni dorëheqje morale, po një deklarat, një prononcim institucional për Federatës të Kosovës i çdosh me dal. Kush mi bo? Po më pyet njëri, unë pja përgjigjen. Kush mi bo që deklarat? Unë e thash se jam duke çka thash. Na mirë edhe me UEFA-n edhe me FIFA-n, tash na federata më e re e panuar. Mas mirë të omenet neutral, se këta i kanë problemet e veta. Ideja e këtij emisioni është që nuk kemi një reagim nga Federata e Futbollit të Kosovës. Ti e pjesë çasoj shtëpie. Po je pjesë. Kanë reagu kretë, po vetëm në aspektin si federatë e vogël që ishin ana, e tha bujarin fillim. Sa tha bujarin fillim? Që federatat fitojnë për 80 milion euro. Nëse po që kjo. Dhe $60 milion për një 8-10 vjet. Jo, bre, kjo s'mohet hiç. Plus interesi për tash mos bëhet se është anuluar si projekt për momentin. Këtë ky, o xheraj. Robert, as të poreni të prit jo. Bujar Mehmetit ke thjesht. Ka kanë të i prit po edhe për tas po fol. Sa të kallzova pse? Pse na ina edhe me Evropë kurrë shkallzën vëlla. Edhe pse me reagu. Çish ka dashur këtu me bë kampionatin botror me 64 ekipe na me çet organizim. Çka dashur këtu me bë na morën pjesë kampionat botror. Ma shumë se një muaj në kon emisione ju kom përcjell. Po. A ka pas padrejtësi të mëdha në kampionatin? Çu s'ka pas na i kena thënë vaj. Po s'ka mujna me Fal, kush i bën ato? Po i ka bo FIFA, i ka bo ndërhyr politika, po ta shka mujna, pse na me reagu, kur ka dhe plët federata tjera që s'ka në reagu. A ka reagu UEFA vetë, a i nëna në UEFA. UEFA thët fjallën kryesore. Edhe Shqipëria në UEFA është. A kena zëvesh... A i nuk ka fuj namën postit që ka atje, po ka fuj namën federatës shqiptore. Unë e thash një shka tjetër. Ajo zëvesh presidentu UEFA. A i normal që ka me thoj. A i s'mundet më konë kundër vetë vetës. Federatë e futbollit, me drejt vote. A i morëm pak me kronologji, se që kjo... I morëm, po deshta me jap fjalën jetonit musafirit. E kemi ftu dhe t'i nderoj musafirët, e tani na kemi ku edhe me fol. Duhet dalim edhe ma vonë, pim kafe, tani. Faleminderit Beat. Jeton. Ideja te kjo është nëse një reagim i tillë që po mungon, ose një mos reagim, ka një prapavi që mund tjetë një farë forme shpërblysë, në thoi, za kështu. Misia ti? Po e tha Zoti Arsim Shumir për derisa është një farë lidhje e Zotit Agim Ademit me Infantino, besoj që kjo është shumë është e qartë për mu dhe do të më thonë sa në tërësh për opinione. Mos reagimi Federatës të Kosovës lënë një bëshllëk në opinionin si të nësi si federat, se Zoti Agim Ademi përfaqëson Federatën e Kosovës dhe sportin Kosovë. Pa marrë parasysh në struktura e varëse, dhe në mendoj që është dashur me dalë me një reagim Agim Ademi, Federata e Republikës së Kosovës. Çfarë reagimi kishe prit personalisht? Unë pa marrë parasysh a i bjen Infantinos mirë apo tjerëve, besoj që është dashur mënyrë normale me reagu dhe mi thonë sa në qyshe ka se ka reglat e ka statutin kret dhe tash, nëse ka Infantino Agimin në dorë, për full një jargon popullor, atëherë është këtë diçka tjetër dhe nëse shkon kjo etapë që mos me reagu dhe me ta ngre, me ta qitë lakin në fytë për shprejnë këtë qëllamish me kuptë opinioni, dhe të mos reagimi jetë,